Haxhi Thaçi, babai ish presidentit Hashim Thaçi, ka ndërruar jetë mbrëmjen e të dielës në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku ishte i shtrirë dhe prokurori për gjatë javëve të fundit. Ngushëllimi për vdekjen e tij janë shprehur personalitete publike e politike, si dhe figura të tjera të rëndësishme për jetën shoqërore të Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca, i ka dërguar ngushëllimet më të sinqerta për familjen, duke theksuar se megjithëse Haxhi Thaçi nuk është më në këtë jetë, ai do të jetë i pranishëm në kujtimet që ka lënë pas. Kandidati për kryeministër nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta të Haxhi Thaçit, babait të ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili aktualisht ndodhet në paraburgim në dhomët e specializuara të Kosovës, së gjykatës speciale. Ai ka kujtuar Haxhi Thaçin si një burr të urtë, fisnik dhe të dashur për të gjithë. Hamza ka thënë se ndarja nga jeta e Haxhi Thaçit është një humbje e madhe për të gjithë ata që e kanë njohur nga afër.